Shqyqani, është çështje e procedurës, ju dini që është dorëzuar kërkesa dhe janë duke u kryer gjitha punet edhe teknike për thirrjen e Kuvendit Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju pyeta më herët, a keni me urgjencë thirrjen e Kuvendit të LDK-s për shkak të formimit të institucioneve? Mendojmë që është me urgjencë, prandaj punët janë duke u kryer shpejt, në mënyrë që të verifikohet kërkesa, të verifikohen delegatët dhe të bëhen gjitha përgatitjet për Kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. A i bie kjo që mund të ketë kuvend të LDK-s edhe brenda kësaj jave? Dhe me thonë në vikend ose vikendin e ardhshëm? Varësisht prej punëve. Besoj që mbrana jove është problem, sepse duhet pastaj të përgatitin edhe ftesët për gjithë delegatët e Kuvendit dhe delegatët e Kuvendit duhen ta kenë ftesën disa ditë përpara. Po, gjithsesi besojmë që po. A ka pasur ndonjë marrëveshje pare me LVV-n siç është raportuar në brëm? Jo, besoj që për këto ju japin përgjigje dhe kryetari i Lidhjes Demokratike dhe të tjerët. Nuk ka pas marrëveshje dhe nuk ka qenë ajo marrëveshje që është prezantuar në media. A mendoni që duhet thirret seanca konstituive më herët, pra, a duhet që pritet edhe LDK-ja derisa ta mbajnë Kuvendin për ta parë se si do të jetë marrëveshja mes vetëvendosës? Po për këtë çështje nuk vendos tash Lidhja Demokratike e Kosovës, është çështje e subjekteve edhe tjera politike, prandaj kryetari i LDK-s edhe ka dhënë qëndrimin dje se derisa nuk mbohet ky kuvend ka të pamundur që të prezantojë Lidhjen Demokratike e Kosovës, prandaj ka ndodhur ky pezullim, bisedimi në mënyrë që subjektet tjera të kenë mundësi të hapura. Por ne mendojmë që mbas të afateve ka afate kushtetuese të cilat janë të përcaktuara dhe të cilat deri me datën 7 shtator mund thirret seanca për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. A jeni pranë një marrëveshje me vetëvendosjen për muanaj? Jo, dini që ka pas diskutime, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka qenë në takim dhe kanë mbetë që diskutimet me vendosjet të vazhdojnë. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka dhënë qëndrimin e saj. Ne do ta japim kontributin ton për konstituimin e institucioneve të Republikës së Kosovës dalur nga zgjedhjet e 7 qershorit. Çfarë takimi ishte sot? Takim i... Jo, nuk është takim i organeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, janë takime punuese që i ka thirrë edhe sekretari i përgjithshëm i LDK-s në vazhdën e përgatitjeve për thirrjen e Kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Faleminderit shumë.